Një ngjarje e pazakontë ndodhi mes natën e së dielës në Golem të Lushnjës, ku disa persona pasi grabitën një shumë parash dhe një makinë në një biznes, u aksidentuan dhe përfunduan në kanal. Grabitësit u futën për të vjedhur në një thertore në fshatin Golem, ku arritën që të merrnin kasafortën me para dhe një fugon të parkuar në oborrin e këtij biznesi. Teksa po përshkonin rrugën nga fshati Golem drejt autostradës së Lushnjës, grabitësi që po drejtonte fugonin, humbi kontrollin e mjetit, doli nga rruga dhe ra në një kanal kullues. Pas aksidentit, grabitësit janë larguar me automjetin e tyre në drejtim të autostradës Lushnjë-Rogozhin, duke mos marrë dot as kasafortën me para. Ende nuk dihet nëse ndonjëri prej tyre mbeti i lënduar. Nga ana tjetër, policia e Lushnjës sekuestroi kamerat e sigurisë në zonën ku ndodhi aksidenti, me qëllim për të identifikuar grabitësit dhe për të gjurmuar itinerarin e ndjekur prej tyre.